Presidenti e Kosovës Vjosa Osmani ka marrë pjesë në një ngjarje të veçantë në New York, ku ka ndarë rrëfimin e Kosovës nga çlirimi deri më sot së bashku me ish-presidentin e Shteteve të Bashkuara Bill Clinton, në praninë të një audience ndërkombëtare të përbërë nga figura të njohura dhe përfaqësues nga e gjithë bota. Osmani ka theksuar rrugtimin e vendit drejt lirisë, demokracisë dhe shtetëndërtimit. E nderuar që rrëfimin e Kosovës ta ndajë së bashku me presidentin Clinton në New York, në prani të një audience të jashtëzakonshme nga e gjithë bota, ka deklaruar Osmani përmes një postimi në rrjetet sociale. Ajo shprehu mirënjohje të përjetshme për rolin historik të Shteteve të Bashkuara në lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Britësisti Xhevat Mustafa, duke ju referuar një fotografie të realizuar gjatë Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s në New York, ku ministri serb i jashtëm, Marko Đurić, prezanton ministren e jashtme të Shqipërisë, Elisa Spiropali tek emisari amerikan Richard Grenell, ngre disa pikpyetje. Ai pyet, pse këtë rol nuk e kreu një diplomat i ambasadave shqiptare në SBA, nëse Ballkani i hapur është varrosur përfundimisht dhe nëse ky takim kujton vëllazëritë e dikushme, Tito Enver e të tjerë, në vijim postimi i tij plot. Çfarë mesazhesh mbarte përcjell kjo fotografie freskët nga New Yorku? Në kuadër të takimeve gjatë sesionit të 80 Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, ministri i punëve të jashtme të Serbisë, Marko Đurić, i cili prezanton vullnetarisht dhe me shumë kënaqësi misionarit të paguar shumë shtrenjtë çdo muaj nga Beogradi Richard Grenell, miq i huaj në Dash dhe në rrethin e bashkëpunëtorëve të presidentit Trump, ministren e re të punëve të jashtme të Shqipërisë, Elisa Spiropali, shumë kujt, sidomos shqiptarëve në Shqipëri, Kosovë, Malë të Zi dhe Maqedoninë e Veriut, diasporë, logjikshëm e me arsye të fortë u lindin të paktën 3 pyetje. A nuk mund të bënte këtë punë një diplomat apo diplomate nga 2 ambasadat e Shqipërisë në SBA? A është varrosur përfundimisht apo është gjallë Ballkani i hapur? A nuk na dhuron bujarisht ky takim e kjo fotografi arsye të forta, edhe që të kthehemi rreth viteve 80 pas në kohë e të mendojmë se vëllazëria e vjetër Tito, Miladin, Dušan Enver vazhdon me trashëgimtarët e misionarë të rinj?